zonja Balluku. Ermali ndërkohë që të flet edhe është përndan rrjetet sociale se njerëzit duhet na ndjekin, kështu që edhe njerëzit na mirë kuptojnë. Tani ti si dua një kështu tëndën. Ore mund t'ja bëjmë, po bëjmë dhe gabime ndoshta se mos ashtu. Jo marr na, këto janë hipotetike, ne me pikë pyetje kemi lënë. Por në të paktën atë se çfarë ka thënë Velia, tani çështja qëndron që... Unë besoj se janë dy persona ndryshëm për dy statuse. Pra Rosaku është tjetër kush që është i vogël i zhurmshëm. Një sekond, Rosaku. I vogël qesharak dhe i zhurmshëm. I vogël dhe i zhurmshëm është Erion Braçi. Qesharak është i çik. Pa qesharak s'është. Po jo, qesharak nuk e thash. Unë thash i vogël dhe i zhurmshëm. Po ka qesharakun brenda pra drejtë. Ky na ashtu. Kush është i vogël? Po mos është ai APP-s mo. I APP-s kush është i APP-s? Po i vogël qesharak, po s'është i zhurmshëm ai. Drejtori i Agjencisë Prokurimit Publike që ai po apo s'ka lidhje. Jo, pa i s'është as ku ka bërë një zhurmë, ai madje kur doli nga spaku, aty dikse rënë eshtja. Po pas foli fish. Ai është ajo pjesa e martesës që thon fol tani ose është për gjithmonë dhe ai foli aty edhe. I kërkojmë spakut në bëjmë një takim me Erionin. Ka diçka në këtë moment edhe për pra i vogël qesharak i zhurmë, me fjalë nga dy cilësi ka ky personi, po edhe të treja nuk na bëhen drejtë. Edhe për teleshikuesit edhe miqtë e emisionit pa emër. Më thënë, thelbi që ndronë sot në atë që dua ta parashtrojmë, pse tani guxoi Erion Veliaj të flasi me emra? Dhe më thënë, ne shikojmë Erion Veliaj në momentin që sulmoi Olci Dadon, sulmoi Bamin, i atakonte ata... I kërkoj ndjes edhe... I atakonte ata, jo, e kam i qytetar, me gjë që e kam. Po, jo, unë që jam në... Dhe i atakonte ata si njerëz të Sali Berishës. 83 mandate Rama, pritej që Veliaj të heshte, do më duke që se tash mu bëhet trup qelik, Partia Socialiste, një dore vetëm, një trupi vetëm, pra dora dhe, në këtë momente pse ka reaguar Erion Veliaj dhe ku e ka gjetur forcën për të sulmuar, po e marim në a priori se kjo është me hamendësim në qoftë se është zonja Balluku. Pa tjetër. Dhe ku e ka gjetur guximin zoti Veliaj, godasi numrin 2. Se pas hekurave kuria i në një dhomë 1-1, 2-2, se nuk e di sa janë kushtet e qelis. Po. Tani unë mendoj që se dhe unë për lexoj atë, Miel Majzes. Po. Ngjarjet e paparashikueshme. Se kemi diskutuar. Dhe mund ta ketë marrë guximin të ai libër zoti Veliaj që i ka thënë reago se po ndajte aty ti i futur këtu je, më gjë për të humur s'ke, kështu që o reago tani, prish na një punë, po puna është që duket sikur ai... Ja, po ndryshe nga Sajmir Tahiri, nëse mban mend atëherë, prisim më shumë. Tha, doli atëherë që tha biri, nuk e di na e lejon në YouTube ta themi atë fjalë, na e lejon? Nuk e di njerëzit kur. Se kena ke bërë me hije nga YouTube, por s'na le YouTube, marr YouTube. E them dot atë fjalën siç e tha Rama, siç e tha se ka thënë Rama. Po mund të thuash atë, po atë lere s'ka gjë, se s'është etike. Thjesht etike s'është ajo, po nuk është etike, por njerëzit se mund ndjekin edhe të vegjël, e kupton? Jo, e kam bërë për jo fëmijë këtë kanalin e YouTube, se s'kemi kanale për fëmijë. Okej. Jo, sepse mund të futen në kuptimin që kur të bëjmë kështu të tjera, ndoshta do e vendos për kategori të tjera, por atë që desha thoja është se mbaj mend atëre me Sajmir Tahirin, i cili tha atë që tha, nuk ka birë ashtu që dhe imitoi Ramën kur tha që të njëjtën fjali, që nuk ka ashtu, që më ashtu mua. Rama e tha dhe s'fund mi vonë e tha biles që nëse mban mend që nuk ka njeri që më merr mua, vjen mua, më merr telefonin, le ta provojnë të marrin telefonin tim. Kështu që në atë koncept atëherë Sajmir Tahiri nuk prisi më shumë, pra edhe ndonjë reagim ose si ishte si thuash, gjithmonë u vun shinjesër se u tradhua nga partia në këtë aspekt. Dhe prandaj mendojmë se Nesi Angoni është i tradhuari, është i tradhari brenda partisë i Erion Veliajt, por për llogarit kujt? Këtë dua të di unë. Para se të them unë se unë do kaloj prapë tek ata 100 veta që po na ndjekin këto momente. Janë 110. Duke i falenderuar. Mos se janë 110. S'ka rëndësi, duke i falenderuar, madje i ftoj që ata 110 veta që na ndjekin nga diaspora apo dhe nga Shqipëria të komentojnë dhe të japin dhe ata mendimin e tyre. Ore kush e donte Erion Veliaj pas sekura dhe ne mund t'i lexojmë sepse tashmë ne kemi zgjedhur këtë format për të qenë më afër jush. Pra,
për të krijuar një urë bashkëpunimi edhe për të dëgjuar mendimin tuaj dhe për ta lexuar kështu drejt për drejt, jo për të mbajtur to konturet që vetëm 7 njerëz do dalin media dhe ata do flasin dhe ne vetëm duhet të dëgjojmë. Edhe ju mund të shkruani mendimin tuaj, mund t'i bëni dhe subscribe Antena Televizion, po mund ta shpërndani edhe në mund ta shpërndajnë edhe në diasporë, por edhe te miqtë e tyre në Shqipëri. Tani të qëndrojmë. Them dhe diçka tjetër që e lidh me Belinda Ballugun, që besoj unë tani nëse e ka për të. Po tani vështirë është brenda burgut për pos presionit, për pos stresit, të ruash edhe i qik arsyën edhe besoj se mban mend atëherë ku ndodhi nga që Nesti Angoni kishte bërë atë denoncimin edhe ishte në sistemin Teams që pati dalë për punën e udhëtimeve. Po, gjithë aksesin, prandaj u bë sikur e kishte prandaj doli edhe, si thua, ju hapën petët lakrori, se ajo e sistemi Teams dhe në atë kohë hodhi aludime se kishte të bënte me zonjën Ballugu, sepse ajo kishte aksesin në këtë sens. Kështu që prandaj po bëj një lidhje që tani ndoshta më mbrapa më korrespondon. Por çfarë do bëj? A do e kapi me thënë Erion Veliaj? Belinda Ballugun, siç tha, do e mys me thënë dhe Ulsi Manjën, kjo është për të sqaruar, pasi këto e dua nga ty, se unë vetë nuk marr vesh shumë me këtë. Tani këto janë mesazhe të paktën në gjuhën politike, janë mesazhe simbolike dhe në politik flasim me simbolik, nuk flasin asnjëherë. Pra ka një strategji komunikimi. Veliaj ishte mjeshtër në strategjitë e komunikimit, pak krijonte një strukturë të mirëfillt PR-i, edhe e rivalizonte Ramën deri diku, duke qenë se unë mendoj që Rama kishte një armë më të fortë se Veliaj për çështjet e komunikimit, kishte gjuhë metaforike më të pasur, dhe e ka se Veliaj në optikën time, por ai krijoi një mekanizëm dhe një instrument të njerëzve të cilët edhe të vetes tij që gjithmonë e pasuronte veten. Do ma thosh tamam atë njerëzve se do të rrallë. Po mirë s'ka gjë se tani edhe zona. Edhe në këtë rast duhet kuptojmë vetëm një gjë, që Erion Veliaj tashmë me simbolikën po palajmëron një luftë brenda Partisë Socialiste. Por ky palajmërim pas hekurave. Po nuk është paralemi pas hekurave, se është paralemi pas hekurave. Ai po thot, nuk thot që unë do ç'a mbajnë mend se ç'a do i bëj unë Belindas. Ai thot që të paktën unë presupozoj se është Belinda ose kuptoj, më lëm të kuptoj që është Belinda. Ai thot që Nesti është shqetësuar nga postimet e mi, ky rosaku i vogël që mbaj në dorë kur dola nga zyra është Nesti. Po sikur të jetë ndonjë nga këta brenda bashkisë tuti. Jo, të jetë një nga këta të komunikimit kryeministrisë. Ja, s'ka lidhje, s'ka komunikimi kryeministrisë, kush është? Po ka, dihet botërisht ka Rama të preferuarin e vetë. Endri. Po sikur të shigjetuar Mazniku. S'ka lidhje fare. Mazniku s'është i komunikimit kryeministrisë. Po ka qenë, domethënë njeri e di, jo i ma mirë kupton, nuk po them me detyrë funksionale komunikim. Endri jojër nuk ka lidhje fare në këtë mes. Po mirë më dakord, po a do më lejosh dhe mua të bëj pak fantashkend, se nuk po... Jo, të Endri të thash nuk ecën fantashkend, te Mazniku të ecën. Se mbi këtë premisa, se ai që shigjeton, më dhënë, ai thot një njeriu që e ka pasur poshtë vetes dhe thot që mua nuk më bën më përshtypje ti, sa do të mendosh që mua më ke goditur. Pra, këta janë njerëzit që ai ka pasur dhe te mjafti. Patjetër. Më dhënë, në këtë pjesë, te mjafti ishte ai që e drejtonte. Ai ka parë te mjafti ata me bluzë të paveshura, i ka parë te mjafti me bluze me njolla vaj, i ka parë në gjendje Miranej, se ne i shikojmë sot që lëvizin me benza 600.000 euro, 300.000 euro, jetë luksi, po nuk kanë qenë kështu ato. Po të s'ka lidhe me Nesti Angoni. Jo, nuk po them. Tani ti do thua që është ky Nesti Angoni. Mund të jetë një prej këtyre. Angoni është joshur nga luksi dhe po normale, edhe ka thënë hajde se mund t'i zë vendin Veliajt. Po. Sepse kush mund t'i zinte vendin Veliajt? Kush e kërkon Bashkinë e Tiranës? Belinda, pra. E di pse për çfarë nuk është se e bëra emisionin për të nxjerrë që është Belinda, por mendoj që është vetëm Belinda që kërkon Bashkinë e Tiranës. Në PS janë 4 veta që kërkojnë Bashkinë e Tiranës. Po, unë them në optikën time janë 4 veta. Bashkinë e Tiranës mund ta kërkojë dhe Blendi Gonxha, Bashkinë e Tiranës pra kishin nxjerr lajmin, sigurisht e Blendi Gonxha, pastaj kishin ndryshuar foton. Pastaj mundet Bashkinë e Tiranës ta kërkojë Elisa Spiropali, pastaj mundet që Bashkinë e Tiranës ta kërkojë Belinda Ballugu dhe pastaj mundet ta kërkojë edhe Edi Rama. Pra janë 4 veta.
Kështu që nuk